shumë ambicioze. Jo, se kam pasur mendjen fare. Sepse në teatr bëj për dy gjëra. E para, grupi i parë ishte i përzgjedhur i regjisorit, që mund të ishin aktorët që përshtateshin më mirë, sepse nuk mund të them në atë kohë që kishte një diferencë shumë të madhe, përveç në një personazhi kryesor. Por personazhet e tjerë, s'mund të them, trupa e teatrit ishte kompletuar me aktorë të mrekullueshëm, nuk mund të them. Por grupi i parë kishte këtë avantazh që xhirohej. Po, dhe mbajmë atë. Domethënë, nëse ishe në grup të dytë, kishe luajtur çfaqe pafund, po ti nuk xhirohesh. Dhe ky ishte privilegji i grupit të parë. Bëhesh edhe për një arsye tjetër, që teatri kombëtar furnizonte shumë kinostudion, filmin. Dhe për të mos ndërprer punën në teatr, gjithmonë dublimi të shpëtonte, sepse ishin çfaqe repertorin atë kohë. Çdo ditë nga e martë deri të dielën kishte çfaqe në teatr. S'kishte pushim. Pushimi ishte vetëm e hëna. Thonim ne dhe berberët, si tonë. Në atë kohë berberët bënin pushim.